Situata hidrologjike në territorin e Bashkisë Shkodër paraqitet me përmirësuar krahasuar me ditën e djeshme me uljet e niveleve të ujit në zonat e prekura. Në zonën Obot është konstatuar rënje niveli të ujit. Aksi rrugor që lidh fshatin Obot me rrugën kryesore paraqet prezencë uji rreth 100 cm nga 110 cm që ishte një ditë më parë, duke shënuar ulje me rreth 10 cm. Aksi vjen të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Mjetet e Bashkisë Shkodër dhe struktura mbështetëse qëndrojnë dhe sot në Obot në gatishmëri të plot për çdo nevojë dhe për garantimin e aksesit dhe ndihmës ndaj banorëve. Varkat janë prezente dhe sot në terren për të garantuar transportin e ndërhyrë në rast nevoje. Gjatë ditës së djeshme është realizuar furnizimi i banorëve me një kamion. Në Obot ka banesë prezencë uji në oborre, ndërsa deri në këtë moment nuk ka raportime për prezencë uji në brendësitë e banesave. Ndërkohë në instancinë administrative Dajq në zonën Urrela Shirq është konstatuar ulje niveli të ujit rreth 10 cm krahasuar me ditën e djeshme. Vijon të ketë prezencë uji në kanalet kulluese tokë bujqësore, por pa depërtim në banesa. Në njoftim bëhet me dije se sipërfaqja e tokës bujqësore prezencë uji, llogaritet në Dajq 80 hektar, Velipo 120 hektar, Ana Malit 550 hektar, Bërdic 50 hektar, duke i çuar në total 800 hektar tokë bujqësore në ujë. Situata paraqitet të qëndrueshme dhe në përmirësim, ndërsa monitorimin e terrenit vjen pa ndërprer nga strukturat përgjegjëse, bën me dije Bashkia e Shkodër.